Wilson Sinishtaj studentëve në Shtetet e Bashkuara, bën udhëheqës, jo vetëm pjesëmarrës. Një nga drejtuesit të shoqatës jone e Maltësisë, Wilson Sinishtaj, ka marrë pjesë në një panel diskutimi me studentët shqiptar antarë të AASO organizuar në Michigan State University. Ky takim, theksoi Sinishtaj, mërkujtoi bindjen e palënkundur se ardhmja jone është e ndritur sepse ndërtohet mbi zgjuarsinë, pasionin dhe përparimin e vazhdueshëm të brezave të rinj. E pranova ftesën me shumë dëshirë sepse besoj thellësisht se përfshirja në organizata të tilla është një përvojë që formon, lidh dhe ndriçon rrugën drejt leadershipit. Mesazhi im për studentët ishte i thjeshtë por thelbësor: mos qëndroni vetëm pjesëmarrës, udhëhiqni, ndërtoni, frymëzoni mbi të gjitha, bashkohuni, ka shkruar Sinishtaj. Që jesh pranërisë është gjithmonë frymëzuese, këtë e përjetova edhe një herë si pjesë e panelit diskutues me studentët shqiptar antarë të AASO në Michigan State University, një takim që më rikujtoi bindjen time të palëkundur se ardhmja jonë është e ndritur sepse ndërtohet mbi zgjuarsinë, pasionin dhe përparimin e vazhdueshëm të brezave të rinj. Si ish antar i bordit kapitullit themelues të AASO, e njoh këtë organizat jo thjesht si një grup studentor, po si një themel i rëndësishëm i komunitetit tonë. Pranova ftesën me dëshirë sepse besoj thellësisht se përfshirja në organizata të tilla është një përvojë që formon, lidh dhe ndriçon rrugët e leadershipit. Ai ka shtuar jo në Maltësisë, ju fton që të bëheni pjesë e rrugtimit tonë, po të jeni zëri dhe forca që e çon atë përpara. Kontributi juaj është thelbësor për zgjeruar ndikimin tonë. Së bashku mund ndërtojmë një të ardhme më të fortë, më të bashkuar e më të qëndrueshme për komunitetin tonë, shkruan Nora Junçaj.